besoj që qytetarët kanë seriozitet më të madh tek vetëvendosja të statit subjektet tjera politike në BK. Nuk mundet të pretendosh fitore me figura të reciklume. Nuk mund të pretendosh fitore me figura që nuk kanë masë. Nuk mund të pretendosh fitore me njerëz që nuk janë të adhuruar para opinionit, para publikut. Unë kam thënë edhe me një emision tjetër, nuk mundet vetëm se është i biri dikujt të kandidoj me një subjekt politik për deputet ku nuk ka dhënë asnjë farë kontributi për ndërtimin e shtetit apo për të mirën e shoqërisë. Ti marrë të zëbon për të mirën e shoqërisë, padyshim që mund të kandidoj, po nuk mundet të marrësh një figurë vetëm se është i biri dikujt dhe të vendosësh në kandidaturë për të marrë vota. Nuk voton marrë qytetari. Thirrja e ajo pjesë e kandidimit të LDK-s kryesisht, për shkak se dëshmimi më i madh në përfshirje në BK është LDK-ja. Patjetër. Që ka pasur një përqindje të votuesve të LDK-s që kanë kaluar vetëvendosjes dhe ajo që është rritur dhe ajo që shihet në këtë moment është që ka një rënje të votuesve në këtë parti. Po, ka një rënje të madhe, po atash për shkak se nuk u pas serioziteti i subjektit politik dhe u tentua me figura të reciklume, u pretendua me figura që nuk janë të adhuruara para opinionit të merret pushteti. Po nuk merret pushteti në atë kohë, nuk merret vota e qytetarit në atë kohë. Para qytetarit duhet të jesh i afërt, duhet të jesh i hapur. Mendjemasia nuk fiton.